Kripa, ajo që sot e hedhim në ushqim, dikur ishte më e vlefshme se ari. Në perandorin romake, kripa kishte aq vlerë sa që ushtarët paguheshin me të. Fjala që sot e përdorim për pag salary rrjedh pikërisht nga latinishtja salarium, që do të thotë pag me krep. Kjo tregon qartë vlerën që jepnin këtij pluhuri të bardhë në kohrat e lashta. Kurse në Arabinë e lashtë dhe në Afrikë, kripa ishte vetjeta. Para se të shpikeshin frigoriferët, ai ruante ushqimin nga prishja dhe ishte mjeti kryesor për mbjetesën. Kjo e bëri kripën një pluhur ari që ndryshoi historinë. Tregtia e kripës në zonën e Saharas çoi në ndërtimin e qyteteve të mëdha dhe të pasura siç ishte Timbuktu, të cilat gjithashtu u bën qendra të rëndësishme tregtare dhe kulturore. Tregtarët arab u bën ndërmjetësit kryesor në këtë rrjet global, duke lidhur kontinente dhe kultura të ndryshme. Në Evropë, kripa shkaktoi konflikte në kontrollin e rrugëve tregtare. Luftrat për rrugët e kripës ishin të shpeshta, ndërsa në Kinë u ndërtuan qytete të tëra përreth minierave të kripës. Madje edhe në Francë, kripa u bë aq e rëndësishme sa që shteti vendosi taksa mbi të, duke shkaktuar trazira dhe protesta të shumta në popullat. Kjo tregon se sa e rëndësishme ishte kripa në jetën e përditshme. Kurse ne sot dëgjuajmë e derdhim pa nevojë ose shqetësohemi kur ka sasi të tepërt të saj. Kurse herën tjetër kur ta përdorësh, dije si je duke përdorur diçka që ka ngritur perandori.